Seanca e parë plenare në Kuvend pas zgjedhjeve përfundoi pas 20 minutash, pas akuzave dhe debateve mes socialistëve e demokratëve, kryesisht për rezultatin e 11 majit. Ajo shoqërua me tone të ashpra dhe përplasje verbale mes kryeut të Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kryetares së Kuvendit Elisa Spiropali, të cilët shkëmbyen akuza të ndërsjellta. Pasi u ngrit për të propozuar ndryshimin e rendit të ditës, ku demokratët kërkonin të shtojë edhe një pikë për diskutime për 60 minuta, Berisha sulmoi ministrin e ekonomisë, turizmit dhe inovacionit Blendi Gonxha. Pas farsës elektorale më të turpshme, pas rënjes perdes hekurt në Europën ish komuniste, kjo seancë mblidhet pasi Partia e Krimit me në krye Edi Rama zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur ndonjëherë historia e vendit. Kjo seancë mblidhet pasi në shkelje të gjitha ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, Edi Rama përdori 76 milion euro për dhurat për vot për 48% të pensionistëve, të votuesve. Pasi fali 200 milion euro, gjoba dhe kamata për të marrë vota. Pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë, deputetët e këtyre karteleve zëvendësojnë ju në këtë parlament, jo se ju nuk ishit me Katar, por vetëm njëri për i tyre, Arkendi, që mori 2000, ja ku e kam të mduket, apo jo, që mori 2500 vota në 2021, mori këtë vit nga troplinët 5000 vota më shumë se Edi Rama. Ju mlidhi këtu pasi klanet e vrasve, drogës, kartelet e drogës, sjellin në këtë parlament 28 deputet në listat mbyllura dhe të hapura. Ju shkelmuat votën, po botë e krimit s'mund t'ishit ndryshe ju. Koha mbaroi. Cila kohë? Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar. Ai që shihni aty, ai ndroi mbiemrin, ai tani quhet Blendi Ju Gabati. tërheq vëmendje Ai është një lloj me ty, sepse dhe ti erdhe si Spiropali e përfundove si Ulu në vend të heq drejt në fjalës, të heq të drejt në fjalës, vazhdo. Ta dash të drejt në fjalës, ta heq të drejt në fjalës. Ti nuk mund të vish këtu pas humbjes tënde dëshpëruese dhe turpruese dhe të tentosh të prishësh Kuvendin e Shqipërisë. Më pas socialistët hollën në votim të hapur dhe rrëzuan kërkesën e Partisë Demokratike për ndryshimin e rendit të ditës.